Atëherë përshëndetje gjithëve. Sot atëherë do bëj një video te kjo kolonia këtu t'ju tregoj se cili është roli I mbretëreshës në koloni. Çfarë roli ka mbretëresha dhe si krijohet mëma dhe sa ditë duhet që të dalin mëmë re dhe kur ato ndërtojnë mëmë të re. Atëherë gjitha këto do shpjegoj sot te kjo video këtu. Kam zgjedhur një nga këto kolonitë e vogla. Këtu janë dy blet siç e keni parë edhe në video tjetër. Dhe zgjodha këtë koloninë e vogël që ta shpjegoj më të qartë dhe është më e qetë dhe mund të punojmë lirshëm. Atëherë si fillim gjithë e dimë se mbretëresha, roli kryesor I mbretëreshës është që ajo të bëjë pjellje, sepse nëse ajo nuk bën pjellje, normal që kolonia do shkatërrohet sepse nuk ka të ardhme. Se nuk bën pjellje, nuk dalin blet punëtore, nuk mund të zhvillohet. Ky është roli kryesor I një mbretëreshe, është që të bëjë pjellje dhe ajo të sillet tek gjitha kornizat, ajo shkon tek çdo kornizë. Çdo ditë I bie komplet kosheres. Pavarësisht se kjo është një koloni e vogël, por nëse kemi një koloni të madhe, që është me 10 korniza, edhe ti vendos një kornizë të papunuar këtu, edhe mëmën e lën këtej, në moment që mëma nuk e kalon kornizën që nuk është e ndërtuar, pavarësisht se këtej mund të jenë gjitha të ndërtuara kornizat e tjera, ajo nuk kalon tek shkojët tek ato, dhe normal që kolonia e ndjen mungesën e aromës së saj, të feromoneve, edhe ato direkt vazhdojnë të ndërtojnë çibuk të ri. Dhe këtë e bëjnë këtë gabim letarët e ri që vendosin korniza diku këtu. Edhe ato vazhdojnë bëjnë çibuk atje dhe thonë pastaj është duke rojit bleta, po me ikën. Pse po e bën ajo, akoma nuk është zhvilluar kolonia. Kjo është arsyeja pse e bëjnë ato, pse krijojnë çibuk të ri në disa raste. Dhe siç ju thash, roli kryesor I mëmës është që të bëjë xhiro tek gjitha kornizat, të bëjë pjellje. Shumë herë shkon edhe te korniza e mjaltit, sepse ka disa bletarë që thonë gjithmonë është tek kornizat me pjellje e gjejnë mbretëreshën. Normal që mbretëresha shkon edhe te kornizat e mjaltit, unë e kam gjetur shumë herë. Edhe në moment që do e kap përsëri do bëj një video që po apostoj, thjesht se është fakt, sepse unë po flisam një bletar të ri dhe më tha kam kontrolluar 2 herë kosherën, po se kam gjetur mëmën, tha po shikoja vezë ditore. Ndërkohë ai kishte nxjerr kornizën e parë që është me mjal, I kishte vendosur jashtë edhe kontrollonte koloninë 2-3 herë. Ndërsa mëmën e kishte nxjerrë jashtë, si ishte në kornizën e mjaltit. Tash unë shko kontrolloj edhe një herë nga fillimi ku ishte hap. E kishte pa, mëma kishte qenë te korniza e mjaltit. Kështu që mos I besoni gjithat se çai dëgjoni. As mua mos besoni, thjesht vërtetonja vetes. Dhe të hapim të kornizën. Që ta shohim bletën më brenda. Kësaj unë ja kam marrë një kornizë me pjellje të vullosur, e kam dhuruar tek një koloni tjetër. Atëherë kjo është korniza e parë. Mashallah. Këtu në mes e kam mbush me pjellje. Edhe këtu në mes, siç ju thash, mbretëresha e bën pjelljen, por kur ajo don hapësirë më shumë del edhe te korniza e mjaltit, që kjo I bie është me mjalt, rreth e rrotull nuk e di sa duket, sa është shkëlqim në kamër, ndërsa këtu në mes e kam mbush me pjellje. Mashallah, e ka zgjeruar pjelljen, ka dalë përsëri në 3 korniza, ndërsa këtej është komplet me nektar ose edhe pak shurup që I kam ushqyer. Sepse këto që janë kolonitë e vogla, këto I ushqej që të bëjnë pjellje sa më shumë dhe të mundem të I marrë kornizat I dhuroj tek kolonitë e tjera. Atëherë siç ju thash, roli kryesor I mbretëreshës është që të sillet tek gjithë kornizat, I shikojë me vëmendje tek gjitha, të bëjë pjellje të saktë, nëse ajo nuk bën pjelljen e saktë, nuk është siç duhet, normal që kolonia merr vendimin dhe e ndryshon mëmën. Por në rastin kur kolonia do të rojisi, ja dhe kjo është me pjellje. Kam mbushur me pjellje cep. Këtë e kam mbushur me nektar, këtu është mëma. Nuk e di nëse duket kamera, këtu është mëma që e kam shënuar unë pak më shumë se ç'duhet. Atëherë në moment që do të rojisi, vazhdojnë dhe krijojnë çibuk te I fundit, ose anësore, ose ka raste që I bëjnë dhe këtu në mes. Në moment që ka hapësirë në mes të kornizave vazhdojnë dhe ndërtojnë të këtu në mes. Por në moment që bleta punëtore bën çibukun edhe do të rrojisi bleta, atëherë është te mbushur kolonia shumë, edhe ajo bëhet gati që të rrojisi, krijon çibuk për rojitje. Atëherë tek çibuku duhet ta dini këtë që
nuk shkon mbretëresha që të bëje pjellje tek Qibuku. Është bleta punëtore që zgjedh vezët më të mëdhaja që bleta bën. Janë disa vezë që bleta bën, që bën mbretëresha, janë disa vezë janë më të mëdhaja se të tjerat. Kjo është bërë edhe një studim, nuk jam mbaj mend emrin fiks që t'ua them se si e ka, që i kanë peshuar vezët që janë të zgjedhura për mbretëresh, janë pak më të rënda se vezët normale që bën mbretëresha për bletën punëtore. Si shikohet këtu janë gjitha bletët punëtore, janë gjitha, kjo është komplet korniza është për bletë punëtore pjellje. Ndërsa këtu në fund, pas kem telefonin larg, nuk e di se sa duket, këtu në fund shumë herë janë gypat më të mëdhej. Dhe në moment që është gypi më i madh, mbretëresha aty bën pjellje mashkullore, sepse në trupin e mbretëreshës ka dy lloj organesh. Njëri organ është që mban vezët dhe organi tjetër është i mbushur me sperm që mbretëresha e ka marrë gjatë frekuentimit me meshkuj. Dhe në moment që mbretëresha hedh një vezë këtu te këto gypat e mëdhej, trupi i saj nuk shtypet edhe veza dele pa frekuentuar. Në moment që dele pa frekuentuar, normal që del mashkull, nuk del femër, nuk del. Opa, këtu sa po pash një varroa, kështu që kësaj do t'i vendos shashirita, se po pash një varroa mbi blet, nuk del femër me fjalë, ndërsa te këto gypat e vegjël, në moment që mbretëresha futet që të bëje vezë, të bëje pjellje, trupi i saj shtypet, dhe në moment që shtypet, del veza e frekonduar, lyhet me sperme dhe del e frekonduar dhe dalin bletët punëtore. Këtu është, edhe në këtë rast që do të rojisi, por edhe në rastin që ajo do të bëje zvendësim të mëmës, përsëri bleta punëtore, ja dhe kjo është në pjellje komplet. Edhe në moment që kolonia do të bëje zvendësim të mëmës, bleta punëtore e zgjedh vezët më të mëdhaja që janë, edhe shkon edhe i vendos tek Qibuku. Nuk është mbretëresha që shkon edhe bën pjellje tek Qibuku, sepse disa mendojnë se shkon mbretëresha dhe i hedh vezët aty, nuk e hedh mbretëresha. Ky është fakt që e merr bleta punëtore. Ndërsa në rastin e tretë, kur kemi humbje të mbretëreshës apo të mëmës, si mund ta quani ndryshe, kur kemi humbje të mëmës, aty ndryshon puna. Aty nuk shkojnë direkt të marrin pjelljen ditore, por në shumë raste zgjedhin që të marrin zgjedh që të marrë vezët që mund të jenë 2-3 ditore, edhe mbretëresha që të lindi shumë më shpejt se në momentin që është veza ditore. Në moment që është veza ditore, mbretëreshës i duhen 16 ditë që të lindi. Ka momenti që ka hedhur vezën deri në momenti i mbylljes së Qibukut duhen diku tek 9 ditë. Ja dhe kjo është komplet me pjellje femërore, me fjalë bletë punëtore. Sidomos kolonitë e reja nuk i preferojnë fare që të bëjnë meshkuj, po bëjnë vetëm bletë punëtore. Arsyeja pse zgjedha këtë koloninë është se te kjo kolonia këtu ka disa Qibuk që ka dalë kjo mbretëresha, po të shikoni këtu në fund. Gjithsesi do e heq këtë pjesën që po tregoj më afër. Nuk kam për momentin një koloni që të shikoni Qibukët se si janë fiks. Okay. Sepse për këtë vit unë e kam mbyll me frekondime, e fundit që ishte, nuk arrita që t'ja bëja video. Një fjalë kishte dalë mbretëresha i kishte prishur gjithë Qibukët. Siç shikoni këtu janë Qibukët që ka krijuar mëma. Që kanë dalur mëmat e reja, me fjalë ka dalë mbretëresha e re. Në moment që Qibuku është i mbyllur, tani varet dhe dita kur është mbyll, se ti në moment që ti e ke hap koloninë, e ke gjetur Qibukun e mbyll, ti nuk e di nëse është mbyll fiks atë ditë, apo është mbyll disa ditë më përpara. Por me hamendje, në moment që është i mbyllur Qibuku, i duhen dhe diku tek 6-7 ditë që të lindë mbretëresha e re. Në total është 16 ditë që të dalë mbretëresha e re. Në moment që ti e hap koloninë dhe shikon që Qibuku është i hapur, si ky këtu, që gypi është i hapur, atëherë do thotë që ka dalë mbretëresha e re. Por në moment që është gypi i hapur dhe është si ka pak pjesa këtu, atëherë do thotë që sapo ka dalë mbretëresha e re, nuk ka shumë orë që ka dalë. Sa në moment që del mbretëresha e re, edhe ti shkon bën kontrollin dhe nuk gjen Qibuk më normal,
i shikon çibuk që janë të konsumuar si ky këtu, që është i prishur, ënsorë janë të hëngër, atëherë do ta dish që aty mbretëresha e re ka dalë dhe ka marrë kontrollin. Por në shumë raste ndodh që mbretëresha e re del e merr kontrollin edhe vazhdon kolonia, por në moment që ajo del për frekundim ndodh që mbretëreshat nuk kthehen. Nuk kthehet më në koloni. Edhe shumë mbretare shohin që ka dalë mbretëresha e re dhe e lënë dhe e kontrollojnë mbas 21 ditësh pasi ka lindur. Por mbas 21 ditësh pasi ka lindur mbretëresha është tepër vonë. Se nëse ajo ka dalë dhe ka humbur gjatë frekondimit, mund ta hajnë zësht, mund të ndodhin për arsye të ndryshme, atëherë bleta punëtore vazhdon dhe bën pjellje. Aty të prishet kolonia nëse ti e lën më shumë ditë se ç'duhet. Prandaj u them që në moment që e shikon se po bën çibuk, mund t'i bësh një video ose një fotografi dhe e mban mend se cili çibuk sapo ka vazhduar çibuku. Dhe pak a shumë e llogarit ditën se kur mund të lindë mbretëresha. Në moment që ti e din se kur ka lindur mbretëresha, ti e hap pas 7 ditës që pasi ka lindur mbretëresha. Nëse ti e gjen mbretëreshën në koloni pas 7 ditësh që ka lindur, atëherë ajo 100% do jetë e frekonduar, por pjelljen mund ta vazhdojë pas 2-3 ditësh akoma, mund t'i duan edhe pak ditë. Por ti po e le 21 ditë pasi ka lindur mbretëresha dhe nuk gjen mbretëresha aty të vazhdon pjelljen bleta punëtore, pastaj e ke humbur lojën. Kështu që prandaj u them bletarëve të ri, në moment që ti e hap edhe nuk e gjen mbretëreshën, kanë kaluar më shumë se ç'duhet, më shumë se 10 ditë, 15 ditë pasi ka dalë mbretëresha e re dhe nuk ka vazhduar pjelljen, atëherë duhet merrni të vendosni direkt një kornizën e pjellit ditore. Se nëse nuk e vendosni kornizën e pjellit ditore, ato do vazhdojnë pjelljen bleta punëtore. Në moment që vazhdon bleta punëtore pjelljen, ti vendosi kornizën e pjellit sa të duash, ajo nuk të bën më çibuk, sepse ka humbur instinktin për të krijuar mëm, se i duket sikur ka mëm aty, se bën një grup me bletësh, nuk është vetëm një bletë ose dy që mund vazhdojnë të hedhin vezë, mund të jenë shumë bletë, bëhen shumë grupacione bletësh. Shpresoj të keni kuptuar disa gjëra se si funksionon, se kur ndërtojnë çibuk për rojitje dhe kur e ndërtojnë kur duan të zvendçojnë mëmën. Normal që kjo do një shpjegim akoma shumë më të gjatë dhe do të ishte më mirë që të kisha çibuk që të shikonin të gjitha standardet, por për këtë vit iku, mbase vitin tjetër mund t'ua bëj që në fillim që ka vazhduar duke u krijuar çibuku me gjithë vezë, me gjithë larvë deri në momentin e lindjes së mëmës, që ta kuptoni më saktë. Por është mirë që ju t'i mbani mend, t'i mbani shënim pak a shumë datat se kur lind çibuku dhe pas sa kohësh mund të lindet, që ti mos ta lësh koloninë shumë gjatë pa e kontrolluar. Se disa i lënë shumë gjatë, edhe disa kanë humbje mëmash, disa kanë probleme të ndryshme. Atëherë edhe një herë po a them, momentin që do të lindë mbretëresha, nga momenti që hedh vezë deri tek lindja i duhen 16 ditë. Dhe nga momenti që lind, shumica e rasteve këtu tek unë i duhen 8 ditë pasi ka lindur që të vazhdojë pjellja. Por ka dhe raste që zgjat edhe 10 edhe 12 ditë. Por nëse ti e shikon mbas 10 ditësh që është mbretëresha aty, është normale, ajo mbas se mund të vonojë pjelljen, varet dhe nga vezët, varet dhe nga koha dhe nga stina, se në cili muaj jemi. Unë prandaj bëj ndarjet më shpejt. I bëj nga fillimi i prillit që shua kam treguar atë videon si të bëjmë ndarjet e shpejt dhe të thjeshtë. Dhe ai bëj më shpejt sepse unë kam rezultatet më të mira në fillim të prillit, nga mesi i prillit deri në fund të prillit. Me fjalat muaj mundohem të bëj sa më shumë frekondime, sa më shumë mbretëresha. Ndërsa tani sa më shumë që zgjatet koha, sa më shumë që rriten temperaturat, aq më pak suksese kam pas tek frekondimi, por kjo nuk do të thotë që kështu është këtu tek unë të veproni edhe ju. Secili duhet ta studiojë pak a shumë vendin ku ndodhet edhe të veprojë. Atëherë po e mbyllim, mos ta zgjasim video më shumë. Nëse keni diçka të paqartë, mund të bëni një koment, ose nëse kam thënë diçka gabim normal që mund të më thoni ju, sepse nganjëherë nxitohemi nëpër video dhe unë prandaj nuk kam bërë video shumë herë, sepse mbase e them diçka gabim, mbase e them në vendin e gabuar, mund të kisha thënë këtë më parë, pastaj këtë tjetër. Por mundohem ta heq këtë pjesën sepse nuk e kam pas shumë qejf to kamrat, por më shumë po mundohem ta bëj për t'ju ndihmuar. Kështu që nëse keni ndonjë pyetje ose kam thënë diçka të paqartë, mund të më shkruani ose në koment ose mund më shkruani në Instagram, siç kam shumë bletar të rinj që flasin në Instagram
i shikojmë dhe bletët, mundojmë të ndihmojmë njëri tjetrin, të tregojmë eksperiencat tona, që të mundojmë t'ia dalim gjithë. Atëherë po e mbyllim këtë video, shihemi në një video tjetër. T'ja kaloni mirë. Mirupafshim.